diçka për botimin tuaj më të ri? Faleminderit për intervistën. Ky botim është një libër poetik, është një libër me poezi. Angazhimi im deri tanishëm ka qenë në fushën e pedagogjisë dhe të politikës, si analiste politike, por tani unë kam ardhur me një dimension tjetër, kam ardhur në një formë tjetër, duke përmbledhur të gjithë krijimtarinë time, të mbi një dekade në një libër me poezi. Në vetvete poezia, kjo lloj poezie është gati jo e palëvruar, por është pak e lëvruar në Shqipëri, ku dimensionaliteti i saj ka filozofinë jetësore, filozofinë ekzistencialiste, konceptin e glorifikimit të nocioneve të jetës përditshme si dashuria, dhimbja, dhe në vetvete glorifikimi i saj në mënyrë të tillë që ne të mos bijem pre e gjendjes së vështirë në jetë, por të gjejmë një zgjidhje dhe nganjëherë të ndodhur përballë këtij lloj refleksioni, neve ngrem duart lart dhe kërkojmë një fuqi mbase më të madhe se vetja për të dalë nga gjendja. Dhe kjo ka ardhur jo vetëm si refleksion, por mbi të gjitha ka ardhur si një bashkësi nocionesh për të dalë në titullin Dhimbja kërkon shenjë të ri, sepse dhe ne për t'i përballuar situatat e vështira në jetë, na duhet një forcë nganjëherë më e madhe se vetja, dhe siç e themi në filozofi, ajo filozofia me çekiçe Nietzsches, e cila vjen si ndihmëse për të zhbërë një vete dhe për të ndërtuar një vete shumë të madhe, në mënyrë të tillë që ne të kemi fuqinë për të përballuar situatat në jetë dhe për t'i përballuar ato mbi të gjitha me dinjitet. Atëherë, si duket ky panel si vjetë? Është në kërkesat e Patjetër e shikoj shumë multidisiplinar, pavarësisht se unë jam botuese këtë vit për herë të parë në Panajir, por patjetër unë e shikoj shumë multidisiplinare, shikoj që janë të gjitha fushat të lëvruara, ka shumë prurje të reja, autorë të rinj, që është gjë shumë pozitive patjetër për publikun, por gjykoj dhe çoj një farë mënyrë një mesazh tek lexuesi që pavarësisht literaturës mirë botërore dhe pavarësisht autorëve të mëdhenj që sot kemi të lëvruar në Shqipëri, neve duhet kthejmë sytë edhe nga autorët e rinj, sepse vepra shumë të mira ndoshta fshihen edhe në ato skutat që ne harrojmë ndonjëherë të kthejmë sytë aty. Dhe siç thotë shpreha e famshme, është djalli që fshihet në detaje, që do thotë duhet i kushtojmë rëndësi të gjithë autorëve në mënyrë të tillë që ne të gjejmë vepra që mund të jenë xhevahire për letërsinë dhe atribute të shtuara për letërsinë shqiptare. Atëherë juve bëni një publicistik. Si do të dalloni publicistikën nga poezia? Po janë dy zhanre të ndryshme, pavarësisht se në optikën e lexuesit letërsia merret si e tërë, por janë dy zhanre të ndryshme. Kur flasim për publicistikën, ne jemi tek analiza, jemi tek qasja